Përshëndetje të dashur miq, edhe mirë se erdhët në një video të re. Sot do ta nisim këtë video me Shën Valentinin. Sot është 14 shkurt. Në fakt sot përveç Shën Valentinit kemi edhe vaksinat e para të Koralit. Tani jemi rreth orës 1:30 në drek. Unë erdha këtu te kjo dhoma e hekurit për të kurosur disa rroba, sepse takimin atje kemi në orën 2:10. Përveç vaksinave, sot ka edhe ditën e kontrollit, domethënë kontrolli të përgjithshëm pediatrik dhe më pas do të ketë vaksinat. Për sa i përket Shën Valentinit, thjesht kemi menduar të dalim për darkë në një restorant që është shumë afër shtëpisë tonë, diku 2-3 minuta me makinë, nuk duam që të largojmë shumë për shkak të vaksinës, edhe nëse nuk do të ndihet rehat Korali, të paktën të jemi afër shtëpisë edhe të vim në shtëpi që të qetësohet. Kështu shifemi pas vaksinës. Olha. O espírito. Já está sempre. Espírito. Boa noite, mami. Couche la fosse. Couche la fosse. Oh, espírito. Tu começa. Olhem já. Olhem já. E bëm edhe vaksinën e parë, tani jemi në shtëpi, e ka zënë gjumi, e zuri gjumi që në makinë. Qau shumë, me zi sa po shoj. Në fakt, ajo zonja që bëm vaksinat atje, unë nuk e mbaj mend nëse ka qenë e njëjta edhe me Kataleon, po Kataleja ka qarë, po ajo zonja atje unë e kam fiksuar që kur më ka bërë vaksinat e mia në Shtatzani, e ka dorën shumë të rëndë, e ka vërtet të rëndë, dhe sapo e pash që ishte e njëjta që t'ja bënte dhe Koralit, më ra pika se e di se sa e ka dorën e rëndë, dhe e prisja që Korali do të qante aq shumë. Edhe Kataleja ka qarë, po jo aq shumë. E kam dalluar që është e huaj, që nuk është nga këtu, nga Anglia, edhe gjithashtu edhe ajo, edhe pse është disa ta herë që më shikon, sot pasi bëri vaksinën Koralit, pasi mbaruam gjithçka, shënoi edhe vaksinat në librin e kuq, më pyeti, më tha nga je, dhe i thash që jam nga Shqipëria, por gjithashtu edhe unë e pyeta dhe ishte nga Rusia. Në kohën që isha atje, më tha që t'i jepja dozën e paracetamolit, 2.5 ml, dhe ja dhash atje, ishte duke qarë me zisa e piu, dhe më duhet që t'ja jap edhe 2 herë të tjera, çdo 6 orë. Gjithsej do t'i jepen 3 herë nga 6 orë. Dhe më duhet që ta shikoj her pas here për temperaturë. Siema. Lita ime. Olha que essa mami curso triste. Olha que essa mami que curso triste. Siema ime. Lita ime. O kocaman. O kocaman. O spiriti. O dritt. O spirit. Così per lì vaccina. Cosa ci puoi chiamare tu Siema? Cosa ci puoi chiamare di vogla tu birë? Kështë që po I kema të logla të birë? Të vesi mami? Të kece të dollës. U veznutja bukul. U veznutja bukul. Ta. Kush po qanë? Kush është aty? Kush është këtu? Kush është? Është Korali vogël? Korali mamit? Është Korali bukur? Kush është këtu? Kush? Është Glita e mamit? Është Gjoka e mamit?
Ka si mami ty sa qave ti o dritë. Mami, o, sa qenë ke qirë me mam. Ua, sa qenë ka qirë no, qia të faqa. Sa shpejt të rritë e thojt me mama. Ti plesim në qikë fonat. Hajde ti plesim. Të rritoj. Shikoni si e ka bë faqin. Shikoni si e ka bër faqin këtu. Tani unë e Katalia do të bëjmë i gati që të dalim për dark. Por ndërkohë unë po lyej gishtat. Pas këtu me Katalien po më ndihmon Katalia. Apo mami? Yes. Po, yes. Edhe i kam bërë kështu me këta dy manikyrët. Tani do t'i jap edhe dorën e dytë. Edhe më pas do t'u tregoj se si do të dalin. Bukur, Katalia? Bukur. Bukur. Tani unë e Katalia do të shkojmë lart që të vishemi, të bëjmë i gati. Tani jemi këtu tek dhoma e Katalies, të zgjedhim rrobat që do veshi Katalia. Ha. Do ta zgjedhësh vetë? Hajde veshim këtë të kuqin. Të veshim? E këpuca me to. Edhe këpucat, okej. Klugistak. Do veshim edhe këtë pelushin. Do Yes, veshim edhe këtë pelushin? të veshim. Okej. Pelushin. Që se but. Si është pelushi, mami? I but. I but, o Usha drita. e butësh. O, që e but është. Tani do të marrim që do të veshim mami. Unë them që të vesh këtë fustanin, sepse është edhe i hapur këtu me pulla, nëse Korali do të kërkoj që të pi. Mami, të veshim mami këtë fustanin. U dali me pema. Po, me pema. Kështë but. Si Katalia. Si Katales, Emil. Usha butësh. Edhe është vërtet në të njëjtin material si fustani i bardhi si fustani i kuqe i Katalejas, të njëjtin material ka këtë copë kështu si kadif. Edhe pak a shumë me këtë dizajnin kështu me të qëndisur. Kështu që do të jemi pak sa të kombinuara me Katalian. Do të mundohemi që të bëjmë pak make-up me Katalia në prerë, se ka qef të qëndroj këtu, ndërkohë që rregullohem unë. A do zbresësh pak sa t'i krej mami flokat? Ja. Vetëm sa të krej flokat dhe pastaj kur të bëj që të bëj mami që të lyem, hajde prap të prej mami, okej? Ja. Po si jo me mam? Ja. Okej. Ja e gjetëm vendin edhe Katales, e futa aty te krevati i Koralit, edhe tani do të fillojmë që të bëjmë pak make-upin. Mami, më fal. Më fal, mami. Mirë se më. Mami, që a pëllullë? Fytyrën. Saj. Mama. Sel. E mamit. Lele lupi. Do të kënqin.
Kësë tu. Skja. Dhe me një laps normal të zi, unë zakonisht bëj këtë pjesën si penel, këtu nuk përdor penel. Që kërkon me ma? Këta? Yes. A ja të mbaroj ma me mata edhe të pudrën e pjekjes. Thjesht vendos vetëm pak. Unë në jetën e përditshme nuk e përdor, por kur bëj një make-up të rregullt. Tani përsa i përket konture dhe blush, unë zakonisht nuk përdor. Tani do të vendos edhe rimelin. Po të Do të lemeli. bëjmë edhe pak buzët edhe mbaroj. Të dësh lemelin. Të dësh lemelin. Po, mami rimelin. Ky është rimeli që ke lozur ti. Edhe me si gjeti mami. Më se gjithi mami. Është e pamundur që me rimelin të mos bëhen pis. Lemeli. Rimeli, mami. Tani do të bëjmë edhe buzët. Lapsi i buzëve pas kam mbaruar. Shkuve buzët. Se e shkrojta buzët? Se e shkuve. Në të më lemeli, mami. Të më vetin nga ta lejen. Se jo me lemelin. O Luqe, nuk është meli. Është rimeli, mami. Katalea kujton. Katalea po qanë, se kujton se the mund do marr melin. Po jo me mami, jo melin. Do marrim rimelin. Jo, zemër, jo, rimeli është kjo. Kjo që luju mami syt. Nuk është njeri. Në të lemelin. Jo, që si e bërë këtu të kopshti? Në të kuqe? Me pent. Ha, tani të vishemi. Si të vishemi? Të vishemi. Lema e të vishet. Ullu? Shtë kështu, hopala. Veqim edhe fustani. O, qa ka futani është? Ja, ka një pudër, ka fustani. Ka një kops. Sa bukur. Tani, veshim puqat. Hajde. P-I-H-U. Sa bukur. Edhe këtë tjetërën. Plush. Wow, sa bukur me pelush. Këtë kështu, në kamerë. Wow, sa bukur, no, t'ja gati. Vishet mami tani. Do të vë këtë varsën që më ka sjell herë në fundit dhurat konata e vogël. Gjithashtu edhe këtë orën. Ti shokol. Që shko, që i tia. Crane. Mami, kjo është ta That's very important. Ja, tu DNA pictures.
Të dashur miq, mirëmëngjes. Sot jemi në ditën e dytë pas vaksinës dhe mendova t'ju njoh se si ka shkuar situata deri më tani. Korali nuk ka pasur temperaturë. I kam dhënë 3 dozat e paracetamolit çdo 6 orë. Tani ora po shkon 11:30, pra ka kaluar 6 orarshi pasi unë ja kam dhënë dozën e fundit. Dhe për momentin Koral është shumë mirë, nuk ka temperaturë. Kemi edhe gati 3-4 orë që të bëhen 24 orë nga momenti që bëri vaksinën. E të shpresojmë që nuk të ketë temperaturë deri atëherë. Katalea sot pati kursin e kërcimit, e si që shikoni është e veshur akoma. Veshi përsëri rrobat që pati veshur mbrëm kur dolëm, ato donte që të vishte. Tani është duke ngrënë një sheg. Bashkë të flasim përsëri, pasi të ketë kaluar dhe 24 orëshi pasi Korali ka bërë vaksinën, që t'ju njoh në situatën nëse ka pas problem apo jo. Și puțeană, mă? Schiți mă minte. Abu breț, Iti zicari tuet, Ece grumbulon, Athuvar për më punon, Ece grumbulon, Athuvar për më punon, Ece grumbulon, Athuvar për më punon. E lici, po, shiko të shporta, mami, të ka jo. Ashtu? Udrik! Po këndon ti zemër? He, këndo ti vish. Abu brec, ti kërë duet, ti grumbulon, Athuvar për më punon. Tu gëgjën më mjote. Tu gëgjën më mjote. Co po jep, mami? Sup. Është mirë supa. Ma së rëndot e barku. Mirëmëngjesi, sot jemi 2 ditë pas bërjes së vaksinës. Dje nuk filmova më, në fakt harrova. Për momentin I kam vënë pak termometrin Koralit, nuk ka pasur temperaturë. Deri në 37-37.2 vija ka shkuar më e madhja. Pak më parë bëra një dush edhe do të bëhemi gati dhe do të shkojmë që të ham një drekë tradicionale angleze. Nga mbasditja do të presim një shokun e Arsenit me familjen e tij, do të vinë për urim për Koralin. Me qënë se isha duke I matur temperaturën Koralit, temperaturën e ka 36.6 vija. Besoj që e kaloi shumë mirë vaksinën e parë, të shohim tani vaksinat në vazhdim. Dhe Katalea u bë gati, ka marrë këtë çantën, kapucet, ketat, edhe këtë fustani që I kam bler vjet tek River Island. E ka veshur një herë, po ka qenë po I rinte goxha I madh. Gati mami? Jus gati, kam lek tute. Do të vendosësh aty ti? Lek. Do të vendosësh lek. Okej. Ja, dhe unë me Koralin jemi gati. Unë vesha këto xhinkset e thjeshta. Gjithashtu edhe këtë gjysmë golfi të zi. Kisha shumë kohë pa e veshur këtë. Gjithashtu edhe Koralin. Korali ka veshur këtë kostumin që kam veshur tek seti I fotove për 2 mujorin.
Dhe gjithashtu kemi vendosur edhe këtë elefantin e vogël këtu. Ata bëjmë një foto një të treja shpejt e shpejt? Yes. Gati? Tani do të çaj një qik korali se nuk e ka qef njerë në fillim. Që ta ullim këtu. Se bëjë korali Shqiponjën? Veti mami Shqiponjën? Anyway, I'm gonna finish cleaning up and get this out. Shqiponjë. Morning, Carly. Aren't you having any breakfast? I had some toast now. Of course I will. Have a salad. Un po' come Giulia. Ti pshi mami. A kim lëmë të kopë të zhumbavi ti? Këshirotja. Aha. E qa ke bërë këtu ti, qa janë? Ka më shumë. Të ra një qep, mami. Të ra gjysma e qepës. Qa ke bërë ti biri? Qa ke bërë? Sup. Wow. Sup me perime, sa mirë. Bravo. Katerin. Se jo me dolo, mami. Me luk. Me luk, po. Kjo supa me oriz. Supa me oriz edhe me karot, po. Edhe me misaj. Edhe me misë. Me kafet. Me karot, po. Me kafet gos. Po sa pjata pas ke bërë me mam? Kam shumë kaj. Shumë pjata. Pjata. E, Këshirotja. po ajo çfarë është ajo tek ajo? Kjo qep. Është spec, Po më. thu. Është spec, po. E kam një. Sa ke o Korali, të ka sjell motra sup? Korali, të ka sjell motra sup? Aty i ke prerë ti, o sa mirë, sa bukur. Bravo Katalia, bravo. Në shpirti babi si e kemi në... Would you like? Would you like it? Purple. Oh, me domate, me specie, me misi. Bravo Catalia. Në super mirë që ka. Katalia. Po Katalia, këtë do haj Katalia? Ta. Atë, ha. Okej. Kujdes. Da ashtu me babi dhe ti? Hajde. Ule. Hajde ba. Hajde zemre. Opa, kujdes. Bravo Katalia, të lumshin duart. Ha lëngu njërë ti babi. Po. Kaqoj. Jo, me ka bën.
Ok. Këta qërë tomat. Ka qërë domat. Ha. Potetel? Mami, ke atë. Në ka matë. Ja, lugër. Mi. Ju bëf të mirë. Bujër. Si bujër? Tani mami do vi në dyqan me Koralin. Mirë dita, zonjë. Si je? Si je? Jam mirë. Mirë. O zonjë, unë desha një gjysëm spece. Do ma japësh një gjysëm spece? Dhe. Prije pak specën. Specën, mami. Prije, zemër. Prije, o zonjë. Ashtu. Bravo. Kujdes. Bravo. Faleminderit. Ma jep gjysmën. Faleminderit. Gjysmën tjetër lare këtu, se unë gjysëm dua. Edhe një gjysëm karote, dua unë. Një gjysëm karote. Misër. Misër, po, mirë, misër i marim mirë. Këto ka përshitur, zonja. Ma jep gjysmën, faleminderit. Tani dua një domate. Okej. E dua të gjithë domate, nuk e dua gjysëm, e dua të gjithë. Të gjithë. Jo, nuk e dua gjysëm, e dua të gjithë. Ma jep. Faleminderit. Edhe një qep. Të ta bles? Do ta, po, prije qep. Prije. Gjysmën e qepës tua. Bravo. Ma jep. Faleminderit, kaq dua unë. A ti peshoj pak? Yes. Prit. Gjysëm kile. Sa lek bëjnë këto? Bëllet ashtu. Sa në fri, mami. 3. Yes. 3 pound. Yes. Yeah, okay. 1, 2, 3 pound. Faleminderit. Miropafshim. O, bibili unë. O zonjë, miropafshim. Bibili unë të paguj lekat. O zonjë, miropafshim. Thuaj pafshim. Pafshim. Bibili unë lekat. Qëri mami ka vjetër kjo? That's a good red flag, okay, so it is worth checking out. The other thing I would say is look out for sounds. Filloj bora, nuqe. They're really good quality food if you've seen it in Back again, why did you let him go? Dhe flopa. My fingers so. Mirëmëngjesi, siç e pat pak një video të shkurtër mbrëm, që ishim duke luajtur me Katalien me dyqane. Katalia u kënaq shumë, kemi luajtur mbrëm, pothuajse mbi gjysmë ore. Pak a shumë siç u thash dje, që do vinte një shoku Arsenit bashkë me familjen për urim për Koralin. Dhe ndër ato perimet lodra që ju pat që po luanim, ata kanë sjell edhe disa gjëra dhe lodra të tjera për Katalien dhe për Koralin, të cilat do t'ua tregoj tani. Edhe Koralin e zuri gjumi. Këtu kemi çantën e Katales, kemi të veshjen me këtë fundi, edhe bluzën. Katalia, që të bukla? Do t'i veshësh pastaj? Ti provojmë, okej? Gjithashtu për Katalien janë edhe këto pupat. Dhe një çokoladë me arush. Do çokoladë Katalia. Po, do çokoladë Katalia. Do ta hapim pastaj, mami. Tani vazhdojmë me gjërat e Koralit, me dhuratat e Koralit. Kemi këtë pakon, e cila ka 6 pjesë veshjeje, edhe këtë lodrën, që është kështu në forëm libri prej cope. Katalia, me të çorapet e vogla kështu, të bukula. Kemi edhe këtë batanien së bashku me një kapuç. Këto ishin për Koralin. Gjithashtu këtu kemi edhe disa dhurata të tjera. Këto janë karamele, paku me karamele,
Gjithashtu edhe kartolina me vlerë monetare brenda. Por edhe këta sapunët pas ka një aromë shumë të mirë me trëndafil. Gjithashtu një dhuratë tjetër është edhe një vazo me lule, të cilën do t'ua tregoj tani. Kjo këtu është vazoja me lule. Do të hapim për çokoladën? Yes. Të më këshëllën. Opa. Shikoj. Sa çokoladë. Wow! Harusa me bark të bardhë. Ran dy. Një ti, një mami. Okej. Të ha mami ne? T'japim babit ne? Babit, na një harush. Thank you, Catalea. Yummy. Është me një vazo kështu të thjesht. Dhe unë të vendos tani se kjo vazoja këtu me blet. If you want me to be happy, go to that fish prince now and tell him my... Poi sa lol, ti mushi sto. A tuce. Ua, si është veshur Nucia. Ku do shkosh ti bish sot? Gjillo me mami ka. Jo, gjillo me mamin. Jo, do shkosh te kopshti I ri. Pa qo pak në kam. Wow, sa bukur je veshur. Wow. Shiko mami. Ta vëm një kësu të flokës, është flokët që pracik. Të vëm mami një kapse. Hajde. Bye, Catalea. Thuj bye. Catalea, thuj bye, mami. Bye, see you soon. Bye, see you soon. Të një që mami tjetër. Hajde. Kthe që kokën nga mami. Sa bukur. Pacim. Is bathroom, mami. Jam zbathur, po. Zbathur jam o dritë. Mirë me gjesi, ju e pat Katalean që doli tani. Katalea sot ka shkuar te kopshti I ri. Pra, sot ka shkuar vërtet te kopshti, sepse deri tani është në çerdhe. Por do të shkoj vetëm sot edhe pas nesër, sot është e martë, do të shkoj edhe te Ejnten. Që të ri, sot do të ri 1 orë, të Ejnten do të ri diku tek 1 orë e gjysmë. Por sot duhet të jetë njëri nga prindrit ose edhe të dy, por zgjodhëm që të ishte vetëm Arseni, sepse nuk doja që të nxirja edhe Koralin. Kështu që do të ri vetëm për 1 orë atje, sa për të parë pak ambientin, të shikoj shokët e rinj. Dhe gjithashtu të Ejnten do të ri gati 1 orë e gjysmë, por të Ejnten do të ri vetëm. Tani siç e dini, për ata që më ndjekin rregullisht, unë e kam thënë që kur ka filluar çerdhen Katalea, ne Kataleun po e çojmë tek një çerdhe privat. Ndërsa tani do të jetë në një kopësht që është gjithashtu edhe shkollë, atje do të vazhdoj edhe shkollën Katalea, të paktën filloren, e cila është shkollë katolike, është shkollë shumë e rregullt dhe normalisht ka edhe ato rregullat pak më strikte. Kemi shkuar edhe para disa kohësh që e pam shkollën komplet ambientin, edhe të gjitha klasat që do të kaloj Katalea gjatë rritjes. Katalea si takon që të filloj direkt në mars, një ditë pas ditëlindjes së saj, që deri në fund të shkurtit do të jetë edhe është e regjistruar akoma tek çerdhja ku është tani, pavarësisht se unë në çdo video mund ta kem thënë në kopësht, por thjesht më ka ardhur përmbar për ta thënë ashtu. Paraprakisht unë kam filluar që ta përgatis, i kam thënë që do të shkojmë te kopshti I ri, do të kesh shoqe dhe shok të reja, por faktikisht ka shumë fëmijë nga lagja ku jetojmë ne këtu, që Katalea I njeh, dhe kam filluar që t'i them, atje do të kesh edhe këta fëmijë që ajo njeh.
Po pavarësisht kësaj, ajo ndihet keq edhe e kam parë që fillon edhe qan për edukatoren kryesore që ka atje tek çerdhja. Është mësuar edhe edukatorja me Katalen. Gjithsesi, edhe për fazat e tjera, për ditët në vazhdim, unë do t'i ndaj edhe me ju. Nate mami ote. Ce sikon? Wap telefoni? Ce sikon? O tuce, rapa tuce, teka mami tuko kuce. Tuce, rapa tuce, teka mami tuko kuce. Tja, a dë flasim me mamine? Hajde flasim. E volti e para. Udri. Po. Pa tjetë lëma? O zemra ime. Po, mil, më fal. Hajde flasim, flasim. O zemra. Shpirt. Pa tjetë lëma? Shpirtin. Papa, staj? Qys. Që do flemi tjetë? Emil, që do flemi tjetë? Ja, folti të një prap. Korali, folti zemër prap. Folti mami prap. Fol, zemra ime. U shpirti mami të kuta pe goja. Wow, Emil, okej. Hajde flasim prap? Hajde flasim. Hajde flasim. U shpirti. Po? Emil, o drita mami, hajde. Janë kove mami të zemër? Emil, nuk flasim, o drita ma. E shikoni këtë fytyrën e vogël këtu ju? Se po pushoj tani që unë hapa kamerën, se deri tani kjo ka qarë, po thuajse gjithë ditën sot. Zakonisht ndodh ndonjëherë që nuk flet gjatë gjithë ditës, edhe vetëm qanë kur unë e lëm në divan ose tek ajo karikja atje lëkundëse. Në fakt nuk e kam mësuar që ajo karikja të lëkundet, nuk e kam vënë në korrent. Derisa kjo tjetra këtu ka një orë gati, 45 minuta, që e ka zënë gjumi. Ajo s'ka pasur edhe nuk ka asnjëherë probleme me gjumin. Kur i vjen gjumi e zë direkt, nuk do as në një lloj vëmendje. Thjesht flet, e madje mund ta zër edhe duke ngrënë ose ulur. Besoj keni parë edhe ndonjë moment që më ta kem kapur unë me kamerë. Ndërsa kjo ka dalë komplet e kundërta e kësaj. Tani është ora 6:30. Edhe kjo qulati vogël këtu nuk ka fjetur fare sot. O shpirti, o dilit. As nuk kemi dal fare sot, se shumë ftohtë për jashta. Të ka dhënë edhe për 2-3 ditë që do të jetë kaq ftohtë. Të paktën për aq sa e parashikon telefoni. Pastaj nga java tjetër thuhet që do të zbutet pak, po të shohim. Fly, you. Butterfly. Biz.
One little fish. Splash, splash, splash. Two little birds. Tweet. Të keqe. Jump on a bed. 5 little frogs. Splash, splash, splash. In the water. 3 little frogs. Splash in the water. The fish. 4 little sweets. 5 little sweets. Splash, splash, splash. 5 little sweets. Find little Mackin. Jump on the bed. In the end. And the end. Si e hape ti atë fletën e librit? Si e hape? Biblia video. Po ja, po bën mami video. Fol prap, thot Korali. Korali thot ma trego prap, thot. Biz. Good. Baby. Ashtu si flet ajo mami me ty. He bëj edhe ti e gë. Good. Shpiti. Kamotla. Uloti. Dhe që mami ty. Shive lotin? Loti. O të semra ju e ty. Të kam zemër. O kol. Të kam zemër. Loti, babi, loti. Zëri të sili, loti. Loti të gjulli? Hadi kol. Të malun në kol. Të malun, hadi o zemë. Hadi o zemë.